Temi, gjithçka po vazhdon njësoj, prej së ejtës, edhe 3 seanca tjera ndodhen, a jeni duke e zbatuar ju aktgjykimin e 26 qershorit, apo e respektoni ju atë se çfarë përcakton në atë aktgjykim kushtetuesja? Padyshim që po në pikpamjen tonë, natyrisht ne kemi një aktgjykim që duhet të themi që në fillim në kuptimin e asaj të ndajmë disa prej të vërtetave të cilat janë të padiskutueshme dhe absolute kur flasim për këtë aktgjykim. Aktgjykimi në fjalë ka le të themi një urdhër përfundimtar që obligon deputetët që të përfundojnë konstituimin e kuvendit brenda 30 ditëve në interpretim të nënën 66 paragrafin 1 të Kushtetutës, në kuptimin e asaj që seanca konstituive e filluar me 15 prill nuk ka përfunduar e që duhet të përfundojë brenda 30 ditëve. Në anën tjetër, aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nuk jep përgjigje dhe nuk gjykon asnjë nga pretendimet e opozitës në rastin konkret të parashtruesve. Madje do të thoya unë as në pranueshmërinë e rastit nuk përdor bazën ose argumentet ose arsyetimin e pretenduesve të opozitës në rastin konkret, por as në merita nuk gjykon 3 prej pretendimeve themelore që opozita ka ngritur si kontestime në gjykatën kushtetuese. Po i rikujtoj domethënë që opozita për sa i përket pranueshmërisë së rastit ka konsideruar që refuzimi për të votuar komisionin për votim të fshehtë për bën akt juridik të Kuvendit të Kosovës, natyrisht përfshirë edhe akte të paraprake dhe ato pasuese dhe rrjedhimisht të natyrisht të mishtruar në proces verbalin e Kuvendit të Kosovës dhe përbën le të themi akt për të shqyrtuar dhe për të trajtuar nga ana e gjykatës kushtetuese dhe konteston 3 elemente ose ka kontestuar 3 elemente themelore. E para ka kontestuar refuzimin për të votuar komisionin e votimit të fshehtë me interpretimin apo pretendimin që përbën ndryshim të rendit të ditës dhe rrjedhimisht e konsideron si veprim dhe si akt antikushtetues. Pretendimi i dytë i opozitës ka qenë mandati i deputetëve ministra, atë që që është thënë vazhdimisht dhe që kanë pretenduar se është antikushtetues betimi i deputetëve të cilët ushtrojnë detyrën e ministrave në dorëheqje, edhe pretendimi i tretë i opozitës apo kontestimi i opozitës ka qenë përsëritja e vazhdueshme e propozimit të njëjtë për kryetare të Kuvendit të zonës Alborina Haxhiu. Asnjërin nga këto 3 çështje gjykata kushtetuese nuk i ka gjykuar siç e kishte dhe siç e ka mandat. Për 2 fundit nuk ka folur fare, domethënë për mandatin e deputetëve ministra nuk ka thënë asnjë fjalë, as për përsëritjen e vazhdueshme të propozimit të njëjtë, ndërkohë që se nuk është se ka hedhur tërësisht poshtë pretendimin. Cilën? Këtë për komisionin për votimin. Jo, për 2 po them nuk ka folur asnjë fjalë. Dhe po evidentoj, ndërkohë që për komisionin tek komisioni. Jo, ata kanë pasur 3 pretendime. Ata kanë pasur 3 pretendime, për 2 nuk ka folur fare gjykata kushtetuese, për komisionin ka folur, por nuk e ka gjykuar. Domethënë, nuk ka konstatuar, le të themi thjesht nuk e ka gjykuar siç i përket, dhe siç do duhej një aktgjykim ta përbënte, në kuptimin e asaj se është apo nuk është në radhë parë ndryshimi i rendit të ditës së seancës konstitutive, siç ka pretenduar opozita, dhe e dyta, nëse është ndryshimi i rendit të ditës, a është në kundërshtim me kushtetutin. Po nëse thotë se duhet ndjekur praktikat parlamentare, çfarë i bie kjo? Ka thënë, natyrisht praktikat parlamentare nuk njohin të ndërruar forma e votimit. Po, por praktika sado që është burimi së drejtës, është praktik dhe është zëvendësim le të themi ose i mungesës së normës e detyrimit ligjor kushtetues, natyrisht e etabluar, por nuk është e pandryshueshme. Praktika kur ka vullnet dhe kur ka konsenzus, mund të marrë formë tjetër. Gjykata kushtetuese, siç e dim, ka ndryshuar jurisprudencën e saj për çështje të caktuara me aktgjykime, domethënë me interpretime. Por po flasim me demokraci shumë. Jo, po flasim për praktikën. Funksionojnë më tepër në bazat praktikës. Sisteme tjera politike dhe juridike, ku praktika përbën le të themi burimin kryesor të së drejtës. Kosova nuk i përket asaj familje të së drejtës. Ne jemi sistem kontinental, ku dispozitat e shkruara janë burim kryesor i së drejtës, normat, kushtetuta, ligjet, akte tjera e kështu me radhë. Por, edhe në rastin konkret, flet gjithsesi që evidenton dhe konstaton që
Kushtetuta e Republikës Kosovës nuk thot që zgjedhja e kryetarit të kuvendit bëhet në votim të hapur apo votim të fshehtë, të njëjtën gjë thot që nuk e thot as rregulloria e kuvendit të Kosovës dhe i referohet praktikës së mëhershme. Por kjo natyrisht nuk është as kufizim as A besoni që brenda 30 ditësh do ta gjeni mundësinë për ta tejkaluar këtë problem? Po, në vazhdim e kësaj që e thash, domethënë gjykata kushtetuese, nëse mund ta them, e ka përdorur kërkesën e opozitës për të hapur rast proceduralisht, por në fakt ka folur për krejt diçka tjetër dhe ka dhënë krejt diçka tjetër. Po, me patjetër se kjo situatë nuk mund të zhrash pafundësisht. Jo, veç se mirë do të ishte që t'i gjykonte pretendimet. Dhe sot të kishim një situatë më të qartë. T'i gjykonte pretendimet. Të thoshte se janë ose jo në kundërshtim me kushtetutën, janë apo jo në përputhje me kushtetutën. Dhe gjykata kushtetuese... A nuk po e lexoni si një lloj presioni, duke ju vënë në presionin kohor, që t'ju detyroj të bëni marrëveshje politike, të arrini marrëveshje politike dhe ta tejkaloni këtë problem. A nuk e lexoni si të tillë? Jo, gjithsesi, domethënë edhe në urdhrin që ka dhënë gjykata kushtetuese ose le të themi se gjykata kushtetuese ka gjetur në kundërshtim me kushtetutën fakti që s'ka përfunduar konsidimi i kuvendit brenda 30 ditëve dhe ka urdhëruar deputetët që brenda 30 ditëve nga momenti i shpalljes ose i publikimit të aktgjykimit të angazhohen në ushtrimin e mandatit të tyre për të funksionalizuar kuvendin nëpërmjet konstituimit. Fatkeqësisht nuk ka përcaktuar ose nuk ka parapar pasoja ose efekte ose konsekuenca qoftë për deputetët, qoftë për deputetën natyrisht, ose ju do të kishit dëshirë të parashikonte pasoja, konsekuenca, sepse nëse të gjithë keni dështuar bashkë ta konstituoni kuvendin, atëherë përbën shkelje nga të gjithë deputetët, 120 aq sa janë. Politikisht mund ta interpretojmë që më mirë që s'ka përcaktuar mbase, por juridikisht ne gjithë dimë që urdhri ose urdhresa ose dispozita pa sankcion nuk është urdhër. Do ndalemi këtu. Zekaj, na thuaj, kështu, si që thot gjykata kushtetuese që është bërë shkelje me që nuk është arritur të konstituohet kuvendi, i bie se të gjithë janë shkeljes të kushtetutës, apo tani edhe këtu ka interpretime varësisht nga cili kamp politik e lexon? Absolutisht në një mos mund të pajtohet. Njëra palë thot ata tjerë janë shkelësit, ata thonë këta janë shkelësit. Në një mos mund të pajtohemi me parafolsin rreth përmbajtjes së aktgjykimit të gjykatës kushtetuese në brishtësinë e saj. Do të thonë, ne kemi një aktgjykim të gjykatës kushtetuese që është shumë më i brisht dhe shumë më i paqartë se sa aktgjykimi i vitit 2014. Aktgjykimi 2014 ka qenë më i qartë, ka përdorur gjuhë më të guximshme se sa atë që e kemi sot. Atë që e kemi sot është një gjuhë diplomatike e përdorur brenda aktgjykimit. A ju shkon kjo akteve juridike? Absolutisht, kjo nuk është një gjuhë të cilën duhet të përdoret posaçërisht në aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, për faktin se pastaj jep mundësinë e keqpërdorimit të së drejtës së tyre apo të keqinterpretimit të tyre në favor të cilës parti i konvenon. Dhe kjo po na ndodh tani. Domethënë, derisa një parti interpreton në favor të vet dispozitat të cilat i shkojnë për shtati, kemi partitë të tjera të cilat gjithashtu interpretojnë në atë se çfarë ata e lexojnë apo duan të lexojnë nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Nuk mund të ndahen kush më pak dhe kush më shumë ka shkelur kushtetutën në momentin kur gjykata kushtetuese ka konsideruar që ka shkelje për shkak se nuk është duke u bërë konstruimi i kuvendit. Por, ajo që kemi tani, kemi një aktgjykim i cili me një dispozitiv